Mendoj që të 4 skuadrat që ishin, ose 2 që neve pretendonin të përplasesh, mendoj që duhet patur respekt, sepse pothuajse gjatë gjithë 36 javë kanë qenë pothuajse brenda kaqes dhe janë me merit aty dhe janë shumë të fortë. Keni ju një pyetje tjetër? Ta mbajmë pak më gjatë. Me arritjen në Final Four, është plotësuar objektivi i vllaznisë apo quhet i plotësuar nëse fitoni titullin? Shiko, normalisht të arrim të fitojmë titullin është çështja mbi tort. Tani e dim që ai qytet si e pret një titull ose sa vite ka. Megjithatë, unë mund t'ju them që jemi i vetmi ekip që jemi pretendent ose kemi arritur në Final Four duke patur shumë element të ri në skuadër dhe po të bësh krahasimin kemi marrë shumë rrisje dhe për te jam shumë i kënaqur. Mendoj që asnjë në skuadër nuk e ka një si Doda ose siç e kemi dhe portieri Aronin. Mendoj që skuadrat që janë si Egnatia, Dinamo dhe Partizani kanë një grup me eksperiencë që kanë luajtur më shumë. Osmanesisht situata tek Vllaznia dhe si janë marrëdhëniet tuaja me presidentin Xhaferi? Mund ta shpjegoni diçka më shumë? Marrëdhëniet te Vllaznia unë kam shumë të mira, kam dalë para pak ditësh dhe jam keq kuptuar. Faleminderit për pyetjen që më bëni. Edhe tifozët më kanë shkruar, unë dua t'ju them, unë jam pjesë e Vllaznisë. Unë kam dalë dhe kam thënë që në momentin kur unë nuk e bëj punën mirë, unë ditë marr çantën dhe tiki. Nuk më mban kontrata. Normalisht me presidentin Alban Xhaferi kam krijuar marrëdhënie siç kam qenë te Tirana me Refik Halilin. Jam ai djali i madh që e di që një ditë do iki, pasi prindrit gjithmonë i mban djali i vogël. E di këtë situatë. Më bëhet qefi që është afruar edhe Arditi dhe me Ardit Krajën tani kam një marrëdhënie jo punë prindërish, por si them vllai madh me vllajin e vogël. Edhe jam më lirshëm kur flas, sepse sado me prindërin mund të kursehesh, por kurse me vllajin i thua çdo gjë që ti ke nevojë. Keni pasur një takim tjetër me Sinan Idrizit, mund ta thoni diçka më tepër? Shiko, takim unë me presidentin Sinan Idrizin e kam patur në kryeministri. Nuk e di, më duket kryeministri e ka thirrur për stadiumin dhe për aeroportin, kurse mua më ka thirrur për të pranuar për deputet, po se kam pranuar atë në kohë që kam dashur të jem te formacioni sigurt, sepse duke ditur që s'di ta luaj lojën e politikës, jo se kam patur frikë rivaliteti, po mbase mund të jetë mërzitur, po gjithmonë me batuta Osmanit dhe të zbulova zinga të tjerë. Afrimi i Arditit te fikë shpëtimi i Vllaznisë për këtë sezon. Kjo nuk do të thotë që kemi mungesë respekti për Albanin, por kjo është fakt. Jo, shiko, duhen respektuar. Unë mendoj që të gjithë presidentët duhen respektuar. Arditi është afruar duke qenë një mik i ngushtë i presidentit Xhaferi dhe aq më tepër është një tifoz që gjithmonë ka qëndruar afër klubit Vllaznia. Nuk mendoj që ka patur ose mund të ketë probleme te financat. Do rikthej pak në fushë. Apo pan në klubin e Don't be kap